Në prag të 7 marsit, festos së mësuesit, kreu I qarkut Shkodër Edmond Ndou zgjodhi të dhurojë 100 botime të këtij institucioni për zyrën vendore të arsimit. Këto botime, që pasqyrojnë vlera kulturore dhe turistike të qarkut, do të pasurojnë fondin e bibliotekës dhe do të jenë në shërbim të shkollave të Shkodrës. Mes tyre pikasin tituj si Guida turistike e qarkut Shkodër, Tinguit folklorik të qarkut dhe Shkodra vlera tingëlluese. Botime që synojnë të ndihmojnë nxënësit të njohin më mirë historinë, traditën dhe pasuritë e rajonit të tyre. Në këtë ditë të shënuar dhe veçantë, për gjithë arsimtarët e qarkut Shkodër, ne si qark kemi vendosur të dhurojmë disa libra, rreth 100 kopje, në shenjë simbolike për me një vlerë të veçantë. Dhe me këtë gjest simbolik duhet të tregojmë edhe një herë si Këshilli Qarku mbështetjen dhe institucionit që përfaqëson ju, ku gjej rastin të ju falenderoj me zemër për gatishmërinë, për bashkëpunimin, për drejtimin me profesionalizëm të ZVA Shkodër. Qarku I Shkodër do vazhdojnë të ju mbështesi çdo nismë tuaj që ka lidhje me arsimin cilësor, libra zburimi dritës dhe zhvillimit. Mësuesit tanë janë shtyllat kryesore të shoqërisë, ku në këtë ditë të shënuar, në prag të festës së 7 marsit, duhet t'i uroj me zemër, me respekt, me mirënjohje, çdo kontribut të tyre në shoqërinë tonë. Kreu I qarkut Ndou dhe drejtoresha zyrës arsimore Brisela Kadia diskutuan gjithashtu mbi fushën e bashkëpunimit ndërinstitucional me synim për të forcuar lidhjen mes arsimit dhe promovimit të vlerave kulturore të qarkut. Spari është shumë e rëndësishme fakti që Këshilli I qarkut ka vendosur një marrëdhënie shumë të mirë bashkëpunimi, sepse ju jeni ato që gjithmonë na mbështetni në çdo nisëm, në çdo iniciativë, na mbështetni dhe promovoni. Për ne të dy institucionet është e rëndësishme që kjo marrëdhënie të vazhdojë, të jetë e qëndrueshme, të forcohet dhe më shumë, sepse në fund të ditës ne I shërbejmë të gjithë bashkë arsimit dhe edukimit të brezave të qytetit të Shkodrës. Dhe ne kena bërë një punë jashtëzakonisht mirë, sepse këtu është studime me profesor kombëtar, por edhe në kombëtar, që kanë vizituar dhe kanë thënë për momentin që ka një punë të madhe për me bërë. Kjo është një fillesë, duhet vazhdu. Një impenjim edhe për trit, që edhe mësojnë diçka më shumë, edhe janë të orientuar drejt strukturave turistike ose drejt njohurive për shpërndarjen e informacionit, por edhe është një burim edhe për punësimin sezonal të rive, edhe pastaj edhe për guidat në përgjithësi. Shumë simbolike, po me shumë vlerë për gjitha institucionet arsimore, cilat do të jenë pjesë e bibliotekave të shkollave, si dhe pjesë e kurrikulave. Kurrikula jonë ka hapësinë për me bë orë ekstrakurrikulare, dhe ku ka më bukur që në këtë orë njohim vlerat e qytetit, qoftë ato etnografike, qoftë gjeografike. Dhurimi erdhi si kontribut konkret për të mbështetur arsimin dhe për të afruar më shumë nxënësit me historinë, kulturën dhe traditën e qarkut të Shkodrës. Përmes këtyre botimeve synohet që shkollat të kenë më shumë materiale studimore mbi vlerat e zonës, duke nxitur të rinjt të njohin dhe të vlerësojnë trashëgiminë lokale.